Dita e pranverës s'kishte si t'i fillonte më mirë se sa me prezencën e këtyre fëmijëve në një organizim të veçantë që u mbajt në parkun e qytetit të Istogut. Dita e pranverës nuk ishte arsyeja që këta fëmijë ishin pjesëmarrës këto. Ata u mblodhën për të shënuar 21 marsin, ditën e personave me sindromën Down, dhe për t'u argëtuar së bashku. Sa shumë dashuri që falin, e gjithë këtë dashuri e japin pa kushte dhe me shpirtin e sinqert që kanë. Një iniciativë ndërmarrë nga 2 zonjat, Fatbardha Demaj dhe Lumdita Idrizaj, i mblodhi jo vetëm fëmijët, por edhe stafin e kopshtit Gëzimi Ynë Istog dhe fëmijët nga shkolla fillore, prindër dhe qytetarë të shumt që morën pjesë në këtë aktivitet. Afër vetës kam iniciatorën, bashkë-iniciatorën, organizatorët, tash këtu e din çka i thojmë vetës. Po fillojmë me Lumditën për respekt, për shëndetje. Përshëndetje edhe për juve, faleminderit që keni gjetur kohën më sa të më na ndjek në këtë event madhështor, po them. Me kënaqësi jemi ardhur dhe në anën tjetër e kam Fatbardha Hakaj Demaj, e cila s'po di është për herën e parë para kamerës. Po, për herë të parë. Atëherë, tregom pak në lidhje me këtë iniciativë që e keni marrë, me këtë projekt që po e implementoni sot këtu në parkun e qytetit. Qysh ka lind ideja edhe gjitha këto? Iniciativa ka qenë krejt rastësore, edhe ideja ka ardhur rastësisht. Jemi kanë të bisedu me drejtoreshën, edhe rastësisht si idem ka ardhur për shkak që fëmia jam mas parit shumicën e kohës më bëj kjo pyetje për fëmijët që kanë tmeta fizike. Edhe si ideja ty më ka lind edhe kom dhënë idenë mas parit te drejtoresha dhe kemi diskutuar çka mund me bëu diçka më tepër që mu hek paragjykimi i fëmijëve me fëmijë të tjerë. Edhe krejt kjo iniciativë u bë për shkak të solidarizimit të fëmijëve tonë me fëmijët e grupit të Hendikos. Edhe shkurt themi në përgjithësi është bë për mu solidarizu edhe më pas aktivitete të përbashkëta edhe grupi i Hendikosit me fëmijët, ose qoftë ata të kopshtit ose të shkollës fillore ose të mesme, cilët kanë më kanë sot pjesë e kësaj iniciative. Shumë mirë. Lumdit, tregom pak për fëmijët e Hendikosit. Mas pari kom qef me ditë qysh janë, a janë mirë, edhe qysh e mirë pretet këtë iniciativë për mu bo bashkë sot këto në mesin gjithë fëmijët me shënu këtë ditë sot. Besoj se vetë fakti për shembull që jem duke i parë fëmijën sot dhe fytyrat e tyre dhe bashkëpunimi me qerë dhe të shkollat, një iniciativë e përbashkëton e kom pritur shumë mirë. Momentin që Bardha e ka shpreh dëshirën, ka thonë, a mujna më bë diçka për të përbashkët, a jenë gjendje me përkrah, jam kanë gashme me përkrah dhe kemi vazhdu. Kjo manifestim çdo vjet, mirë po bëhet në farë mënyrë në formë tryezës. Edhe në kësaj radhe kur i kam thënë edhe herën e fundit aty në përfaqësuesit të komunës që nuk po më duket fort ide e mirë se dyqysh edhe ato idetë që pikena po mbesin pak a shumë letër dhe nuk përkrahun. Kështu që sot është kjo ditë shumë madhështore për arsye se po do edhe njerëzit më pa, edhe më vjedhësu edhe qytetarët më pa që është më e mira që kjo më bashkëpunu me Hendikosin për shembull, më punu me këta fëmijë, edhe fëmijët e shkollave dhe me ndisit përbashkët, edhe me një me drejtat barabarta e ju mundisit veçantë mi qujtë për shembull persona me aftësi të kufizuar ose diçka tjetër. Mi thy në një farë mënyrë paragjykimet e njerëzve për personat me aftësi të kufizuar. E di që keni pas bashkëpunëtor për realizimin e kësaj iniciative, pa i përmend edhe pa u ndalë në detaje, tregom sa e ke pas të vështirë realizimin e gjithë kësaj dite sot. Realisht abitare fillimi ka qenë, kom fillu dikon me 4 biznese, ato janë konë shoqënia e jemja që kom kërku për krajin e tyne. Po realisht kur e kanë kuptu për çka është u bo, shumica e bizneseve kanë ardhur vullnetarisht edhe po menoj ata që kem pas hapësirë ose kontakt, edhe e kanë shpreh vetë vullnetin, shumica e bizneseve kryesore që janë
një stok. Si hoteleri, si ushqimore, si supermarketet e mëdha, krejt kanë qenë vullnetarë në këtë farë iniciative. Unë kisha dashur m'ju përgëzu shumë për këtë iniciativë dhe me rastin e shënimit sot të ditës së personave me sindromën Down. Ju falenderoj shumë edhe uroj që edhe viteve tjera të mos ndaleni edhe të vazhdoni me iniciativa të tilla dhe të tjera. Faleminderit shumë, faleminderit për përkrajen, faleminderit që nuk ka pas nevojë me thirrje media tjera për arsye se jeni numër 1 në krejt Kosovën edhe kështu që jemi falënderues edhe shpresoj mos më met me këta, po me vazhduar, ndërsa për personat me sindrom Down dëshirojmë gjitha të mirat. Shpresojmë që të ngritet zëri tyne dhe të njihen pjesë e shoqërisë të barabartë me drejta me të gjitha. Aty në ju mjafton veç na mos më i paragjyku edhe mos më i vërtet, shumë është e vërtet. Se gjithë së bashku e bëjmë më të mirën. Sot ndihem më mirë se çdo ditë tjetër sepse këtu afër vetës kam pjesën më të mirë dhe më të bukur të shoqërisë tonë. I kemi fëmijët sot këtu në parkun e qytetit, të cilët me të vërtet e kanë zbukuruar edhe më shumë parkun e qytetit, kur i shohim të gjithë së bashku këtu, duke ngrënë ushqime, duke lujtë, duke vallëzuar, duke recituar poezi së bashku. A do më na thon emrin? Vetëm me meta jam. Fitim qa bu ban? Ko që vola bëtare. Qysh po kalon? Mija bëtare, mija. Apo ta prish kush? Kërko qesh. Hiq, apo të dojnë, apo të një gojnë krejt? Po le tonë. Je ma i mirë, te e din këto? Po gjën goja, bëtare. Edhe afër vetit e kam Jonin. Sa veti ki janë? 4? E ku shkon ti në cilin kopsht shkon, që shko emrin kopshti, që erdhja që ti shkon? A e ka gëzimi ynë? Po, e mësusja që shko emrin? Bukur. Ndërsa e kam edhe një bukur ushe qëto, arten. Bosi. Po. Qysh je art? Mirë. Apo të një gojnë, apo ta prishin qefin? Bravo. Qa po bën sot, qysh po kalon, qysh po njesh, mirë? Mirë. E kam ty kashtë. Mu që m'ki që tu kaq? Po kërëvi. Apo m'jen kush jam? Po. Shoqja jote? Po. Ca kenja? Bravo. Edhe sot kemi mu knaqë së bashku, për ndërë të kësaj dite kaq të veçantë dhe kaq të bukur që e shënojmë çdo vetë, mirë po sot fatmirësisht na ka marrë edhe një motë shumë i mirë dhe po knaqemi me së bashku me gjitha fëmijë pa asnjë dallim. Në çdo buzëqeshje të tyre, fshihet një botë e tërë dashuri. Në çdo përqafim, një ngrohtësi që nuk matet me asgjë. Fëmijët na mësojnë se lumturia nuk matet me fjalë, por me ndjenja të pastra. Na tregojnë se secili prej nesh është një ngjyrë më ndryshe në mozaikun e jetës tonë.